Vllaznia 3 dhe Dinamo 1 në volejboll për femra, Superliga e volejbollit për femra, pas ndeshjes në kapitenin Tuçi Blu, Esmeralda Tuçi. Një ndeshje interesante për të rivalitet dhe e mbyllur me fitore kampionatit. Ndeshje shumë e bukur. E prisnim fitoren se me Dinamon edhe fazën e parë ne kemi fituar 3-2. Edhe kështu që fitoren e prisnim, por u bë ndeshje shumë e bukur dhe emocionuese. Gjithsesi kjo fitore nuk është vleti shumë për vllazninë e renditjes, sepse vendi i 7 ka krijuar një hendek për mundësinë e pjesëmarrjes në play-off. Nuk luan ndonjë rol, por nuk do të thotë që ne duhet të dorëzohemi dhe mos të luanim. Tuçi çfarë nuk ka shkuar këtë sezon? Vllaznia ndoshta nuk ka qenë aty ku duhet, ku pritej. Mendoj që i kemi mbivlerësuar skuadrat edhe kjo ndonjëherë nuk rezulton për mirë, por megjithatë ndonjëherë kështu është voleybolli, është interesant. Nuk është unë që kam një eksperiencë shumë të gjatë, kjo është voleybolli. Ju vjen keq që nga një skuadër që kishte objektiv dhe katërshin e parë të play-offin përfundon e veten në 7? Të vërtetën më vjen keq, se kishim pritshmërinë shumë të lartë, duke ditur me lojtarët e huaja. Skuadra ishte mirë, stëvitshmëria ishte shumë mirë dhe më vjen keq për pritshmërinë që kishim edhe objektivin që ne kemi, por thashë edhe një herë voleybolli kështu është. Si e shikon me Tuçi? Tuçi do ta mbylli këtë vit. Dhe ardhmja e Shkodrës shpresoj shumë që të jetë shumë mirë dhe të eci përpara. Është ekip që ka dëshirë për të fituar, ka dëshirë për të pasur rezultat dhe është gjëna që Shkodra mos të jetë në kaçën e kampionatit. Vllaznia mbyll këtu fazën e dytë, jashtë fazës play-off, por do të ballafaqohet për fazën play-out, një ndeshje me përgjegjësi. Patjetër. E vlerësoni këtë ndeshje? E vlerësojmë patjetër, por nuk e mendojmë kurrë që neve mund të eliminohemi. Kështu që do thot më herë që ky kampionat është i fundit për Tuçin në fushën e lojës? Po, është i fundit për mua. Më vjen shumë keq që nuk arritëm dot objektivin që ne kishim, që të jepja ndoshta më tepër, ndoshta kaq është mundësia, por ky është i fundit. E kam shumë kënaqësi që unë karrierën time do ta mbyllte vllaznia. Vazhdimësia e Tuçit në voleybollin shqiptar apo në sportin përgjithësi? Të shikojmë. Tani për momentin asgjë, por të shikojmë. Synoni që të jeni një trajner e arshme në një skuadër? Ndoshta, por deri tani se kam menduar. Ndoshta. Faleminderit. Faleminderit.